mirë se keni ardhur në këtë tryezë, edhe pse kemi quajtur tryezë formale, e cila do të ketë edhe kuptimin e një bashkëbisedimi. Ju përshëndes të gjithëve, edhe ju uroj mirëseardhje. Besoj që vendi hapësira është pak e ngushtë, por ne gjithatë me pas me kuptim. Sot shënohet 45 vjetori i vazhdimit të demonstratëve të vitit 1981, të cilat filluan, prandaj shoqata e burgosëve politikë ka parapo që të mbaj këtë tryezë me këtë karakter. Demonstratët e vitit 81 kanë bërë një kthes historike për popullin shqiptar, i cili ishte i shtypur prej qeverisë së Jugosllavisë dhe politikës zyrtare të saj dhe shovenizmit serb. Ky bashkëbisedim mund të zbardhë rrethonat politike, shoqërore, ekonomike, sociale, kulturore, sportive para demonstratëve të vitit 1981, si dhe krahasimin e këtyre zhvillimeve me republika tjera dhe në Federatën Jugoslave. Pozita politike e Kosovës, e cila ishte para vitit 1981. Prezantohet kujtesa historike e popullit shqiptar, sakrifica për ideal dhe për kauzën kombëtare, lirin dhe barazin me popujt tjerë. Njëri ndër faktorët që e zgjuan në ndjenjën kombëtare ishte shënimi 100 vjetorit lidhjes shqiptare të Prizrenit. Por në aspekte të ndryshme do të flitet edhe në këtë drejtim. Unë kam nxjerrë disa shifra këtu, të cilat po prezantoj paraprakisht, sepse pothuajse nuk përmenden kurrë që deri në vitin 1981, kur shpërthyen demonstratat e 11 marsit, ka pas edhe të burgosur politik në mënyrë sistematike nga politika dhe qeveria e Jugosllavisë. Gjyqet dhe prokuroria e tyre bashkë me UDB-n kanë qenë në funksion të shkatërimit faktikisht të qenjes kombëtare shqiptare. Edhe gjatë vitit 71, 2, 3, 4 ka pas burgosur, po sidomos 75-ën kanë qenë 2 grupe të cilat i kanë burgos, krye me Adem Demaçin, por edhe në Serbi, si në Vranj, për shembull, Fazli Abdullahu, Jetullah Arifi e të tjerë. Për vitet deri në të 80-lishën ka pas, për shembull, në të 74-ën 12 qytetarë. Në të 77-ën 74, 5, 6 rregullisht ka pas grupe Adem Demaçit, por po i përmend edhe në të 77-ën 14 qytetarë shqiptarë, 78-ën 7, në të 79-ën 65, në të 80-ën 21, në të 81-shin janë burgos 23 shqiptarë, gjeri me 24 mars 81-shës, kur për herë të parë burgoset si pjesëmarrës dhe organizatorë demonstratave në Prizren, Begzat Gashi. Pastaj fillojnë burgosje tjera, kryet të cilave qëndrojnë ndoshta edhe këtu në mesin tonë, që janë Grani Krasniqi, Bajram Kosumi, Ali Laqi dhe një numër i madh i shokëve. Me kaq, kësaj here për përmbyll, fjalën ja kaloj nën kryetarit shoqatës burgosëve politikë. Ngusht jemi, po thot Bajra, kemi qenë më ngusht, nuk kemi thuj. Për këtë moment, për këtë 45 vjetor, ka qenë paraparë dhe Xhalit Jashari si bashkë organizator me ne, por po duket që s'po ka vend në hymran, ka mecë dhe koridor. Që unë janë shej venin. Unë kam një fjalë të shkurtër, edhe në emër të shoqërisë Lëvizja, sa për ta orientu pak këtë tryezë, pastaj secili nga ju, nga 2 minuta, 3 minuta, në koment, në kujtim, në mundi me thonë, sidomos këta që kanë qenë aktorët e 11 marsit dhe shpërthimit madh të asaj pranvere shqiptare.
të dashur shok veteran televizjes e të luftës shqiptare, të dashur miq. Sot po përkujtojmë një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë të re, pranverën shqiptare të vitit 1981, kur rinia dhe populli shqiptar në trojet e pushtuara ngritën zërin kundër robërisë, padrejtësisë, dhunës dhe terrorit të Jugosllavisë titiste pushtuese. Demonstratat e vitit 1981 nuk ishin thjesht protesta studentore. Ato ishin një kryengritje e ndërgjegjës kombëtare, një shpërthim i fuqishëm i dëshirës për liri, barazi dhe krenari kombëtare. Nga auditorët e universitetit deri në rrugët e qyteteve, nga minatorët e Trepçës deri te fshatarët e Kosovës, një popull i tërë u bashkua rreth kërkesave të qarta. Kosova Republikë, jemi shqiptar, jemi jugoslav. Republikë kushtetut, jam me hatër, jam me luftë. Në ato ditë pranvere, zëri i popullit kërkonte edhe lirimin e të burgosërve politik dhe bërhoriste me respekt emrin e simbolit të qendresës shqiptare Adem Demashi. Këto kërkesa nuk ishin radikale, ato ishin kërkesa për barazi dhe vetë vendosje kombëtare, për të drejtat elementare që i takojnë çdo populli. Por përgjigjja e shtetit pushtues jugosllav ishte brutale. Pjesë e persekutimit, dhunës, terrorit dhe dënimeve me burg ishin bërë edhe kolaboracionistët shqiptar me orientim komunist jugoslav, të cilët edhe gjatë luftës sonë çlirimtare me ndonjë përjashtim mbetën në anën e gabuar të historisë. Demonstratat u shtypën me dhunë, vrasje e terror shtetëror. Diferencimet, arrestimet, torturat, dënimet e rënda dhe vrasjet do të bënë pjesë e përditshme e realitetit të shqiptarëve të robëruar. Burgjet jugoslave mbushën me mijëra të rinj shqiptar, të cilët sakrifikuan rininë e tyre për një ideal, lirinë kombëtare. Megjithatë, dhuna dhe terrori nuk e thyen popullin shqiptar, përkundrazi, e forcuan vetënosmërinë për rezistencë. Qendresa heroike Tahir e Nebir Mehes në Prekaz më 13 maj 1981 ishte një paralajmërim se populli shqiptar nuk do të dorëzohej. Ajo ishte një shenjë se rezistenca do të vazhdonte deri në shtjerimin e plotë. Pranvera shqiptare vitit 1981 pati një tjetër rëndësi të madhe. Ajo e ndërkombëtarizoi çështjen shqiptare në Ballkan. Bota filloi të shohë më qartë se problemi i Kosovës dhe i trojeve shqiptare në Jugosllavi ishte një problem i pazgjidhur politik dhe kombëtar. Në atë kohë të vështirë, kërkesa mbar popullore, Kosova Republikë, gjetje dhe përkrajën zyrtare të shtetit tonë, një mbështetje e rëndësishme morale dhe politike për pjesën e pushtuar të popullit tonë. Po ashtu, kjo pranverë historike ndikoi edhe në bashkimin e forcave patriotike shqiptare. Si rezultat i kësaj fryme, më 17 janar 1982, përfaqësues të organizatave patriotike si Kadri Zeka, Jusuf Gërvalla dhe Ibrahim Kermeni krijuan Lëvizjen Popullore të Kosovës. Kjo lëvizje do të luante një rol të madh historik, duke marrë më vonë edhe përgjegjësinë për organizimin e luftës së armatosur dhe duke krijuar Ushtrinë Shërimtare të Kosovës më 17 nëntor 1994. Në këtë mënyrë, pranvera shqiptare 81 krijoi një vijimësi historike nga demonstratat dhe burgjet të organizimit politik dhe më në fund të lufta armatosur shërimtare. Ajo gjithashtu kontriboi në dobësimin dhe më vonë në shkatërimin e Federatës Jugoslave, sepse tregoi se një shtet që mbështetet në mbi shtypjen, dhunën dhe terrorin nuk mund të mbijetojë gjatë. Prandaj sot, pas 45 vitesh, ne përulemi me respekt para atij brezit të artë të rinisë shqiptare. Para atyre studentëve, punëtorëve dhe veprimtarëve që sakrifikuan rininë në burgjet e pushtuesit për liri, për të drejta kombëtare, ekonomike dhe demokratike. Ne u jemi mirënjohës sepse pas sakrificën e tyre rruga drejt lirisë nuk do të ishte hapur. Sot kemi edhe një detyrim tjetër, që kjo histori të mos harrohet, siç nuk duhet të harrojmë se çështja shqiptare akoma nuk është zgjidhur konform vullnetit dhe dëshirës së popullit tonë. Pranvera shqiptare 81 dhe veprimtaria organizatave patriotike të asaj kohe duhet të zënë vend më të madh në programe shkollore, në jetën kulturore dhe në kujtesën tonë kombëtare. Sepse popull që e njohin dhe nderojnë historinë e tyre janë popull që dinë ta mbrojnë dhe ta çojnë përpara edhe të armën e tyre. Lavdi dhe mirënjohje të përjeshme brezit të pranverës shqiptare 81. Lavdi të rëndëve të asaj pranvere dhe gjithë atyre të rëndë që ranë për lirinë dhe bashkimin e kombit shqiptar. Ju falenderoj.
Unë do t'jem shumë i shkurtër, sepse ashtu jemi marrë vesh me Erda Shok. Ta të hershit dhe të sodit, që të flas Januzi ma shumë rreth 11 marsit. Unë veç 2 fjallë du të them se të na bukur kohë gjatë, po them që 2 ose ma shumë dekada, ka 2 narrativa për ato ngjarje të të nishës, gjë për të cilën asë dhe kësaj dite, sikur po shkojnë krahas njëna tjetrës, dhe mendoj që këtë çështje do duhet historianët ta zgjidhin përfundimisht, sepse ngjarjet e të nishit nuk kishin rastësi, por ato ishin një domosdoshmëri. Edhe thuhet, këta që marrë me shkencat sociale dhe politike, se rastësia është gjithmonë embrion i domosdoshmërisë. Domethënë, ato ngjarje ishin të jo të rastishme, por ishin të domosdoshme. E rastishme mund t'jetë dita, për shembull 11 marsi, mund t'jetë rastishme, por jo edhe vetë veprimi i asaj kohe. Historia jonë nuk ka veç prej një hallke, pa edhe prej shumë hallkave, dhe të nishi du të kuptohet si hallk e atij zinxhirit historik tonë, dhe që vazhdoj deri në shlirimin e vendit, që s'u shkput kurrë. Një fakt që së thonë, ose përmend shumë rrallë, për në të nishën në vitin 80, ishte një para pregaditje, një para proteste studentëve në qendrën e studentëve, dhe ajo ka qenë me 12 dhjetor. Me 12 dhjetor ne kemi pas demolu atje edhe atë bibliotekën, atje edhe zyrat e drejtorisë që kanë qenë atje. Bile është thyë edhe i fotografi e Titos në shaj të revoltes, dhe mund kujtohet edhe një fjalë, në duket e Gani Krasniqit, ka qenë që ju thot, kur erdhën e disa nga eksponentët politikës atëhere, që ju tha, sot jemi kaq, apo nëse nuk zgjidhni problemet, nesër do të bëhemi edhe më shumë. Edhe si kur u dha një parafati, gati një mujsh që të zgjidhen do probleme, që ishin pyetje atëhere, por ato nuk u zgjodhen, dhe kështu që erdhëm deri jo për një muj, po gati 3 muj me 11 mars. Me 11 mars, jemi mësu nga njerë me tha veç unë dhe kur ne, dhe kjo po na myt bukur shumë. 11 marsi mund të ketë do akter, ndoshta si nisëmtar të asaj, po ishim ne ata, bashkarisht që e bëmë edhe 11 marsin. Prandaj lutja ime është, po isha do historian këtu që vërtet ta heqim atë dilemen se ngjarjet e të nishën ishin produkt i lëvizjes kombëtare, shqiptare, produkt, po thëm tash me këtë gjuhën, madhen shqiptaria, madhen Albania, si do që une, dhe jo produkt i shërbimeve tudbes, shërbimeve të KGB-s, ose të CIA-s, e tjera. Ne ishim në një moshë atëhere, bukur të re, që të ishin atë shumë të interesuar a shërbime që të punonin me ne, absolutisht. Prandaj, ato ngjarje janë produkt i veprimeve tona, me aq sa kemi ditë, me aq sa kemi mund, në favor dhe në kuptim të avancimit çështjes të Kosovës edhe lirisë të Kosovës. Unë me kaq ju përshëndes juve gjithëve, Januzi. Përshëndes nga zemra. Këtu jemi grupi i cili i kemi organizuar demonstratat e 11 marsit. Ka ndodhur me 9 mars, ditë e hanë, në mbrëmje, ne 4 shok e dhomës 312, Kadri Kërzeu, Ramadan Gashi, Bedede Reu dhe unë Januzi, kemi shkuar në dhomë të Gani Kocit në 310, konviti 3. Biseda ka qenë për organizimin e protestës në Mens, sepse kushtet e vështira të ushqimit në Mens kanë qenë si vjek që ta organizojmë atë protestë.
shkaku ka qenë që bëhet në menë sepse nuk kemi ditur sa do të kemi për kraje. Ne për më parë nuk kemi parë demonstrata, vetëm televizor, edhe nuk kemi pasur matë se sa student, sa do t'jenë natë për kraje të reagimit tonë. Do të flasë sa të mundëm shkurtër. Protesta ka ndodhur në Mens dhe aty e kemi parë se janë gati të gjithë me ne, pa përjashtim pothuajse të gjithë studentët. Një grup shpejt ka dalë, si kanë parë 300. Rreth 300 kanë ecur për qytet, ne kemi pritur që të bëhen edhe më shumë dhe grupi i dytë kanë parakaluar në për qytet, mund të them rreth 2000, dhe kur jemi kthyer te mensa e studentëve që sot janë semaforët, besoj që kanë qenë rreth 3-4 mijë studentë deri pas mesnatë kur na kanë shpërndar me qitë ta nga milicia. Aty kanë ardhur edhe profesorët, kanë provuar që një grup i studentëve të shkojnë bisedojnë me ta, po nuk është pranuar ajo. Sa i përket parullave, kemi parakaluar, përveç parullave ekonomike, 2 mund t'i quaj që kanë qenë politike, por gjithë protesta ka qenë politike, por si parulla ka qenë parulla unitet dhe lironi shokët. Nga burg. Kjo ka qenë. Lironi shokët nga burgu. Po. Edhe. Por, sa i përket demonstratës së 26 marsit, ajo ka qenë përgatitur mandej edhe me parulla politike edhe me diskutime me të gjitha. Duhet t'i them disa gjëra që edhe historianët, edhe analistët, edhe ata që shkruajnë, do duhet ta kenë parasysh jo vetëm rrëfimin tonë, jo ta qesim ne veten në rend të parë, por rrëfimi ynë është ai autentiku, origjinali. Po ti lexosh shkrimet edhe të gjithë dokumentacionin atëherë që thonë historianët hynë nëpër arkiva, po ti shohësh arkivat, është kiamet. Prej shqiptarëve, shërtorë dhe deri te Beogradi, çka nuk kanë folë për demonstrues dhe për pranverën studentore të vitit 1981. I vetmi shteti shqiptar zyrtarisht i ka mbrojtur dhe nuk bën të hyjnë hak gazetat e jashtme. Jo shtetet, jo qeveritë e jashtme, por gazetat e jashtme. Është një, duhet i them, 2 befasi. Njëra është për intelektualët tonë, me përjashtim të grupit të Ukshin Hotit, unë nuk di ndonjë intelektual që ka dalë, sepse ne jemi frymëzuar. Demonstratat s'kanë qenë as të organizuara prej Shqipërisë, as prej Bullgarisë, as prej ndonjë shërimi tjetër, po prej frymës sonë, sepse një popull, një brez, sidomos brezi revolucionar i studentëve frymëzohet prej të kaluarës dhe prej asaj që përballet. Dhe ne jemi përballur me këto gjëra, edhe në studime, edhe në përkonvikte, edhe me ligjërata profesorëve. Ka pasur profesor advoktar, por që për mua në histori mbeten të dështuar. Asnjë prej tyre nuk i ka përkrahur. Kjo është një, dhe e dyta, asnjë organ zyrtar, kjo duhet shkruhet në histori, asnjë organ zyrtar i Kosovës si autonomi atëherë, që është udhëhequr prej dikujt tjetër, por funksionari ka pasur shqiptar, nuk i ka përkrahur demonstratat. Nisu prej kryesisë, atëherë ka ekzistuar kryesia e Krajinës, kuvendi i Krajinës, ka qenë këshilli ekzekutiv që quhet tash qeveria, as akademia, as një institucion, as shkrimtarët madje, as ndonjë personalitet tjetër intelektual, sepse ka qenë një brez intelektualëve që është ngritur. Dhe reagimin duhet ta potencoj këtu, reagimi i shtetit, unë jam burgosur më vonë se sa shokët e mi, kush ka jetuar në Prishtinë, i ka parë me 2 prill reagimi i Jugosllavisë ka qenë me ushtri, me aeroplan bombardues. Dhe kjo ka qenë tregues që vetëm ai që nuk ka dashur, se nuk mund të rriqet sot një personalitet që ka ditur diçka të thotë, po është parë që nuk rruga e jonë nuk është drejt Jugosllavisë.
në demonstrata që nuk kemi pasur, madje po them në formën më cinike, as ndonjë laps në xhep, po demonstrata vetëm me brohoritje, të reagosh me ushtri, është diçka e paparë, ose është diçka që duhet kuptuar drejt kush jemi ne dhe çfarë pozite kemi. Dhe ajo që është mandej brengosëse, është ajo periudha deri në vitin 1990 që s'kan lënë gjë pa shkruar për ne studentët. Nuk mund ta gjejnë asnjë parull, asnjë gjykatë, asnjë hetuesi që dikush prej nesh, prej studentëve, sepse ne kemi qenë frymëzuar që këtë popujt janë barabartë. Ta gjeni parull që është bëroritur kundër një kombi tjetër, qoftë ai serb, kroat, sloven. Kështu që po ta përmbledhim me një fjalë, nuk është lehtë, por them që pranvera studentore e vitit 1981 është ngritja e historisë. Fillon ngritja e historisë, sepse historia jonë ka qenë duke u zvarritur drejt, horizontalisht drejt rrugës së Beogradit. Ama komplet. Dhe ushtria shërimtare e Kosovës e ka bërë atë veprimin e lartë që e ka fituar historinë. Ne e kemi bërë ngritjen e historisë, ai brezi ynë, ushtria shërimtare e Kosovës e ka fituar atë histori të shërimit. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje. Ma shumë i falenderoj disa që si kumplit, ama sinqerisht, se so ata që i kumplit. E para, kjo nuk ka konferencë shkencore. Është për kujtimor. Nuk kem nevoj se na jemi mytë të kritikun njëri tjetrin. Nuk më lënë përshtypje mund qysh na ka censu Beogradi atëherë, po ne mes veti nuk pëgjojmë një gjuhë. Kur vjen historion në komitesat e librit të komision atëherë, ne nuk përbojmë shkencë. Ne do të rrethej që i hulumtusi me gjithë realitetin në rrethimet e tona. Jo se cili me pretendu përbojmë shkencë. Po për mas me zgjatë ashti, si minutat mjere ke. Unë e kom një propozim, konferencë shkencore me thirr edhe një, kur mundë, me po so kem sjell na treja që si kemi thonë atëherë. Se na jemi ro, unë kemi zënë burgos politik që jemi dënu me ta, nuk jemi një fare. Kjo ka thënë taktik e ullës, më të bëhë grup, i ka bëhë 3 vetë, 3-4 vetë, ka bëhë si kur këtë një grup. Masa ne na ke posë ku me hullumtu. Realitetet. Kër o bëhë konferenca e dytë, unë kom sjell të dhona ma shumë se sëmë konferencën e parë, me fakte edhe që i kum ballafaqunjes. S'kom lënë kun realiteta e nuk ka në burg. Po, edhe ka që ka dëshmën. Edhe këtu pezoti, të mbyllim. Ne të përgatitem me bëhë konferencë së dytë dhe me këqyu sa pësërvojmë hullumtime që kemë bo ne. Për me ndihmue, se kërë bajtë në Stuttgart, ata e bëtun në vetë i merë mirë, institut historisë jënë lidhë me neve, po e bëtun të vetën, se mundën të dhona, Belim kështë citu, para sa vjetë, ka thënë zune, nuk përbojmë histori, po na i nimojmë historianet, hullumtusit për me bëjë histori. A keni mundësi, unë për shof këtu, të fillu pej Zotit Kryzev, ju disa këtu, a mune me nëzirë një faqe qeveris, opozitës, në këtë zjanje, është që unë me vite më ka bujë, ta unë edheni, unë jam i rryrë, se unë thamë kjo, gjukat du të me mbytë qelësin, në qovë se ne çdo herë në kriza, nuk e prezentojmë projektin si shoqata e burgosë politikë. Na nuk jem pushtet. Pushtetin asë unë bëj presion, e kom luftë të Serbinë, nuk i luftoj juve. Po, orientim i shoqatë burgosë politikë është kjo. Merrni çka të juve pëlqen, merrni çka mundi më bon. Te bëjmë një presion në opozitet, edhe në qeverinë, të cilat po dojnë me na humbë. Jo ne, jo mundin, po këtë vend. Konsultojnë pak, nëse mundën me po qatë, Mas pari, dhe ne nuk kom qenë unë aj, kush ka qenë nuk e di, të shkuptuam, së është punë nëse pa friksozë, kom diçka, po do të ta kështë ndiverin, po nuk kom qenë. Aj që ka lexuar, në rregull. Ju për ti përsërit, apo për të
thënë diçka çka u përmend këtu, është e vërtet ka rastësi këtu, se rastisht kanë qenë asë 48, 49, vazhdimisht ka patur, rastisht ka qenë Adem dhe Maçi me të gjitha tu, por kjo ka qenë një nga ato hallkat që u përmend nga këtu edhe për të ardhur këtu ku jemi. Nga se vazhdimësi e hallkave tjera që ka qenë. Sa i përket 81 dhe 11 marsit të 81, po flasë ai kujtimi im që është, cili ka qenë kontributi im. Unë që kom qenë pjesë asaj, kom patur një grup shoqe të cilët gjitha janë studimë, ka qenë në atërë kom qenë në punë i punësuar, në Feronikët kom punuar të drejtori. Unë, kur kom pas informacion si në duke zbrit, bush, ai grupi studentë që tha nga Janullja, po nga kush më tha, dhe unë kom patur shumë nga profesorët, i kom patur shumë miq, ka qenë interesit, kështu, pastaj kom patur edhe disa kolegë, njëri për tyre ka qenë patur, kom pas kolegë të studenëve, ka kryer fakultetin kështu me afatë rregull, kurse kom patur ka improvim, po kom patur shumë. Dhe përmet tina natyralisht me qëllimet e mia, ai ka qenë në lidhje në rinjësh, ka qenë edhe disa tjerë, që ka qenë shumë të shoqë të mirë, unë kom shkuar me profesor, nga qendra deri te Instituti Albanologjisë. Unë me profesorët dhe me ata shok. Aty është bërë plan, kur është bërë tuba, ku jenë semaforët kryesor, për t'i quar në një detyr. Për t'i futur. Shtu e kanë bërë projektin, natyrisht, kom lexuar unë aty që ka hile, për t'i mbyllë dyrët dhe për t'i nxanë shtu, kom patur lidhën dhe kom përcjell që gaboni rrinja aty. Ky ka qenë kontributin dhe pjesëmarrja. Do t'ju falenderoj gjithë juve që keni marrë këtë iniciativë, me na bashku këtu, edhe për ta kujtu ato dita të cilët unë buki kom do vjetë nuk do t'i tregoj këtu, rëmojt e gjitha jetës ime, por është krenaria dhe kënaqësi që unë gjindëm sot në mesën e gjithë atyre që kanë vujtur me shpinën, me fuqinë, me ftyrën, autoritetin e vetë që kanë vujtë ato gjona. Ja kemi bërgjë. Ja kemi bërgjë dhe masë të tje. Mësë bëthëm, se dyqyshimi në burgosit politikë dhe djetë që pak si mas vjetër, ka zonë më nalon pak si onër. A në jemi ata që i kemi prunë, deri këtu. Edhe ju lusë që ta vazhdojmë këto të bime edhe i përshëndes gjithë këta burra, këto motra që kanë ardhur këtu të më nënëru. Respekt edhe lavdi gjithë atyre që kanë dhënë jetën për... Shkoni burgo edhe njerë që shkon në luft, shkon në vdekje. Dallimi është luft e kini armë, në burg s'ki armë. Gjithmonë kemi prita për në zërë sabahe ja jo. Edin se cilë që ka qenë burg. Në burg që në luft shka. Kështu që, dhe me thonë, natë burgosët politike, na qujnë burgosët politike se duhet me mendu politikisht. Nuk jem burgosër ekonomik, as financiar, politik. Edhe këtatë burgosët politik mirën me politik. E politika o shteti. Polis o shtet. Na mirën me ndërtimin e shtetit. Vlerat e një të burgosërit, edhe një të ushtarit ushtrirë shqiptare, jenë ashtë mëlaja, se që së da keq me bon, pastaj së mundën me prisat vlerë. A kuptoni, mundën me dëmtu vetin, por shtetin së mundën me dëmtu. Unë kam shumë respekt për gjithë juve, kam respekt për sakrificë që kemi bon, nuk jemi në atë parë që kemi njësë këto. Dhe në satë të nishes, ka pasë dhe kërkesa Kosova Republikë. Me 11 mars. E din nga një. A ke haru. E din. Dhe me thonë, ka pas njerë që kanë thotë duam Republikën. Me 11 mars, si me njës të poshtë. Kur i me njës të poshtë, tani kemi bashku njerës të da, di qësh kemi bashku. Se në këshush së vëdije që ka më banë. Thëshëm, kush nuk vjen, o shtratar. Kush zbashkohet o shtratar. A për kujtohet? Po. Krejt to institucione që kanë qenë Gjavit Limoni e këta që kanë pasi kimi gjujt me gurë. Kerët e policisë që kanë qenë të shtetit kimi gjujt me gurë. Ti e din.
A ke keni haru tonë. Keti një lodhë. A për mërë vesh. Për me ime vokure, Po, ka që gjushin e të rëgën historira. bol ke full, bol, nësë formë. A kuptoni, na duhet to, por, unë e kom thonë 1000 herë televizor, personazht nuk duhet me folë për kënë ngjarje. Historian për që ku është profa, apo është profa, që profa në verë është, ti e. Juve prof duhet me folë, jo na, se na kemi mujtë me deke, nuk ka konë këj problem privat. Juve duhet me folë, ju duhet me shkru. Nëse nuk shkruani ju, shkruan Serbia. A kuptoni? Nuk kemi luftu, as luft ku shkon, nuk shkon njeri për vete me luft. Edhe në burg nuk shkon për vete, shkon për tjerë. Ju falenderoj gjithve, keni respekt jashtëzakonshëm. Nuk ka shtresë më të rëndësishme se ju, shqiptare, edhe luftëtarë të lirisë. Shtresat më të rëndësishme njerëzore të kombit shqiptar. Rënofshi Samanit. Unë i përshëndes edhe këtë takim dhe uroj shëndet të gjithëve këtyrve dhe lavdi u qoftë të gjithë atyre që kanë thënë kontribut në organizimin dhe përpjekjet e tyre për të ngritur çështjen e pasgjidhur kombëtare shqiptare që ka qenë në kohën e Teatanishës që ne kemi marrë pjesë. Teatanisha, unë kam qenë student në atë kohë dhe ka qenë një shpërfaqe e vullnetit të studentëve për padrejësit që janë bërë populli shqiptar vazhdimisht gjatë historisë dhe mos së dytë botërore. Ai akumulim i të gjitha padrejësive, keqtrajtimeve, burgoseve, dëbimeve, në kohën e aksionit të armëve, në kohën e okupimit të drithëra, të gjitha këto e ka qenë një akumulim i energjisë që Teatanisha e ka shfaq këtë padrejësi përmes protestës së tyre me datën 11 mars. Data 11 mars të Teatani ka qenë një kërkesë kryesisht për çështje sociale, ekonomike. Kushtet e vështira në mes, kushtet e vështira në ekonomik, kushtet e vështira të studentëve për banim. Por me njëherë, pastaj ka kaluar në kërkesa politike që ka dominuar kërkesa për Kosova Republikë apo Republikën e Kosovës. Pas këtyre demonstratave, filluan burgosjet, martëtimet, largimet nga puna, largimet nga studimet, marrë të çdo të drejtet civile që në atë kohë i ka pas një qytetar që u quajtë Republika Federative e Jugosllavisë. Dhe kjo përpjekje nuk është ndalë asnjëherë derisa kanë ardhur vitet e 90-ta kur i gjithë populli shqiptar i Kosovës, edhe ata të cilët ishin lojalë ndaj Jugosllavisë, lojalë ndaj Serbisë dhe qeverisë të krahinës socialiste autonome të Kosovës atë kohë, edhe ata e kuptuan se nuk ka asgjë më nga Beogradi, por duhet të rreshtohemi drejt të kthehemi nga qendra jonë kombëtare nga Tirana dhe të kërkojmë avancimin e statusit të Republikë të krahinës në një republikë në kuadër të Jugosllavisë si republike barabartë të gjitha republikat tjera në Jugosllavi. Unë po mendoj që këto tryeza që është gati e dyta edhe një kemi marrë më përpara vitin e kaluar, janë të mira ku do të tregojnë njerëzit aktivitetet e tyre konkrete. Sepse jo të gjithi din aktivitetet tona, jo të gjithi din aktivitetet e grupeve që kanë qenë atë kohë. Prandaj edhe këtu historianët tanë e kanë një problem, sepse ku ti thithin këto informata, ku ti marrin këto informata. Sepse jo të gjithë njerëzit din me shkru, dikush din me shkru, dikush nuk din me shkru. Shumica e njerëzve din me fol, me tregu aktivitetin e tyre çfarë kanë bërë. Prandaj këto forma të takimeve dhe tryezave të mira që të dëgjojnë të gjithë, të ingjizohen të gjitha këto tregime që këto masane aq që është interesuar ti merr dhe ti qet në libra dhe të bën histori. Faleminderit shumë. Unë jam një nga ata që më regrutu nga grupi që ka organizu demonstratat e Teatanisës. Ma konkretisht të i Kadir Kozivt, Januz Januzit, Ramadan Gashet edhe Bedri Delevën që kemi në Gjermani,
Unë nuk kom pas një ori për Gani Kocën edhe Murat Musliu. Unë kom jo vetëm si shok të vedrëve të Ramadanit që kanë qenë për gjimnazit që të shok. Januzim ka njëftu për iniciativën edhe data e 11 marsit para dite ka qenë gjithë aktivitet që sa më shumë njerëz të angazhojmë të propagandojmë në atë njërën tonë që dihet ku duhet mi folë, që ku me ata që kemi qenë ma të hapër edhe që kemi besu se do të ndodhë diçka dhe besojmë që edhe ata e përcjellin atë. Edhe ka ardhe të ajo që ne nuk kemi mujtë besu as vetë që ka mujtë me bo as refleksion as madhë me pas përkrajen se tha dhe nuk të gjithë shumicës pranishme atje. Se kur kemi shku mas pari, edhe kemi besuar me shok për para, ne jemi që ditë si është e mundshme që vijat e poshtë në katën e parë kanë funksionu. Ndashta ka rrjedhë ndonjë informacion se diçka është të përgatit, ata janë diçka tjetër. E kur kemi shku, gjithçka ka qenë rrjesëm, na kemi mendu me shfrytzu qatë guzhën edhe me protestu. Zemere e ka marrë kër në ka gjurë policia me bomë, Zemere e ka këthy bomën, edhe ka hek gishtin, që e pa lishtë. Faleminderit Zemere. Respekt për të gjitha. Unë ju indikon tonë studentën e vitet të tëtë në demonstratën e 11 marsit, por ne si punëtorë në përëndim, po flasë nga i prizman, me 11 prill kënë fillu demonstratat në përëndim në Bern, fakt të organizuar nga aty kemi njoftë. Kadrezeken, Shumë Gërbalën, Bajmë Menin, Barër Gërbalën, Kadreja Abdullahin, Gjashëm Seun e shumë tjerë aktivistë që ishin të formun kombëtarisht dhe politikisht për situatën në Kosovë. Shkalen më kuptu se njerëz të ishin të përgatitur edhe para 11 marsit të nisës për ngjarjet edhe për veprimet që ndodhin kundër shqiptarëve në Jugosllavi. Megjithatë, në 11 prill të nisën në Bern, parolla kryesore ka qenë Kosova Republikë, si ka derivu nga veprimet politike të organizatorëve të 11 marsit. Kështu që politikisht shqiptarë vitrive, ose rinia, ose djaleria Kosovës ka qenë përgatitën për rrugën drejt lirisë, e cila rrugë vazhdojnë përëndim gjithandejnë për gjitha qendret e përëndimit të organizuar nga këta burra të intelektual të asaj kohë për Kosovën Republikë dhe ko pas kohë parolla ka pas edhe për bashkimin kombëtar. Kështu që me marë në tërësi një vazhdimsi nga 11 marsit në 11 prillin ka vazhdu edhe si rezultat aty në patriotëve të jashtëm, punëtorëve tanë që ishin punëtorë, nuk ishin studentë ata, u arret të formohet edhe lëvizja, u bo bashkimi kombëtar në 11 prill në Bern, që u bashkuan këto organizatët për organizimin e demonstratave, ai bashkim vazhdoi edhe vazhdimsi deri në luftën shtrëngimtare të Kosovës dhe në rinë e Kosovës që përgëzojnë mësë. Unë ju përgëzoj, ju faleminderit për kontributet dhe për gjitha ato. Më të përkufizuar për shkrimin e rrethanave politike shoqërore deri në shpërthimin e demonstratës vitit 1989, 11 marsit, tash u përmendën edhe këndej. Unë e shoh të arsyeshme para juve këto që jeni të gjithë, pak ka shoqata burgosore politik, pak ka kontakte me mediumet publike, edhe ato televizive, nuk janë të pranishëm, edhe kur janë njerëz të cilët nuk janë kompetent flasin aty. Shumica prej tyre, pavarësisht kanë qenë të dënuar, modestia neve na ka kushtuar një jetë. Organizatat ilegale të cilat ishin gjatë viteve 70 deri vonë faktikisht në ngritjen e ndjenjes kombëtare që ka rri 11 marsi dhe ka vazhduar lufta deri në çlirimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë po shok këtu edhe shok edhe nga Mitrovica që e njo, edhe nga komuna tjera që kanë bashkëvepruar në atë kohë, qoftë në grupe, qoftë si individ. E dyta, një shifër po aja për 12.000 të burgosur i ka shoqatat burgosur e politik. Prej tyre, 51 janë të vrarë në periudhën 45 deri në
98-ën në forma të ndryshme në përburgje, me gjyqe dhe pa gjyqe, që prej tyne ka dhe femra që janë të pushkatura, si që është Marie Shlaku, por marrin pjesë në të gjitha burgosjet 238 femra, vajza gra kanë qenën. Nga këto, 120 janë të dënuara politike, ndërsa pjesa tjetër 118 i bie se janë për kundërvajtje. Ka shumë çka të flitet, por rrethonat janë të këtilla. Edhe profesor që po i shoh këtu si Raman, Enver Hoxhën, Thaqin, Enver Hoxhën, të tjerë i kemi edhe këtu në krahën tonë, po këta si llogarisëm që janë profesor sepse janë pjesa jonë. Një element shumë i rëndësishëm është të përmendet për ish të dënurit. Ideja ka qenë që të mos burgoset askush i pas meje. Por mjerisht shpesh herë ka ndodhur që edhe janë burgos. Kanë mbetë shumë që s'janë burgos, pse pjesëmarrja ka qenë shumë masive gjatë demonstratës. Kjo është vlerë e këtyre njerëzve pavarësisht moshën që kanë qenë të ri. Por në armatën jugoslave në periudhën 1981 deri 1987 me rastin e vrasjes Aziz Kelmendit, 2333 shqiptarë janë gjykuar. Që e përmendin, në fakt këto elemente dihen për shumë kënd që hulumtojnë edhe kanë punu në atë drejtim. Por, për fund, po e përmbyll diskutimin tim, jo do thotë të bimin këtu që mund të vazhdohet, të kemi parasysh se edhe sot në burgën e Hagës, gjithsesi në gjykatën e Hagës, i kemi personalitetet me të cilat të mburreshemi edhe ne, edhe kur i njohëm, edhe kur si njohëm, edhe tash do thotë që janë, si Jakub Krasniqi, i cili veç ka kalu edhe ky 15 vite mbi burg që po mban, Hashim Thaqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ka vërejtje pse Recep Selimit i përmendet vendi, emni i fundit, sepse është më i riu, më i fuqishëm është Rambuja. Edhe mund t'ja vazhdojmë në Ramës fjalën. Faleminderit. Gjithë dhe kam plasi që ju takoj sepse dikën prej juve se kam pa ka kohë të gjatë. Unë nuk du me folë çfarë bëra, po çfarë bëm, sepse në fakt unë s'kam qenë organizatori demonstratave të 11 marsit të 8-nishës. Kam marrë pjesë si qytetari zakonshëm dhe si student atë me 26 dhe me 1-2 prim. Mund të them që një grup tjetër i shokëve kemë bërë përvjetorin e parë të demonstratave dhe ata janë Islam Vishi, Fitim Selimi dhe doktor Osman Shaqiri dhe unë me ta bashkë. Kështu që kjo ka qenë vazhdimsi pura e gjithë përpjekjeve dhe luftës që është bërë, por me që nuk po flasin dy profesorët e mi, kolegët e mi, historianë, sepse janë modest dhe thonë kemi arë mi ndërru, jo me folë, e me ligjëru këtu, por dine që ju jeni burimi i fakteve relevante, lakuriqe, për t'ju dhëmë këtyre burrave, historianët gjithandej, që të shkruajnë atë të vërtet që vërtet është lakuriqe. Kështu që, unë pjo them që ne jemi taku sot, po du takomi më shpesh, dhe duhet shkruajmë më shpesh të vërtetën pa lejla dhe lule, sepse ka herë disa din me vendos lule aty dhe mrekullia e veprimit tonë dhe t'ju i dhe është vërtetësia e atyre gjëra që kanë ndodhur. Sepse e dim që edhe na kanë shoh, edhe na kanë fyer, na kanë poshtnuar, na kanë denigru, na kanë thonë që këta janë e çka janë. Edhe sot bile flitet ajo, ju e dini. Edhe sot ka zëra të tillë që flitet se ne ishim prishësit e Bashkim Vllazënimit të Jugosllavisë. Kështu që këto gjëra, por nuk duhet të harrojmë që ata që kanë ditur çfarë është liria, slovenët e kanë thonë bukur moti, jo në të nishën, që na e qilën syt, na e hapën syt, sepse ne kishim qenë krejt në letargji. Kështu që përveç tjerëve. Unë burra për ju them që ne do të duhej që t'jemi vazhdimësia së mirës. Kush ka mendu për jusheve dhe nga unë vetë që do të përjetojmë këtë gjendje që kemi sot. E kam thënë edhe në herë po e përsërisoj këtu, me pas pa ëndër që e përjetoj këtë i ri, kështu si që kam përjetu, i kisha thonë hyut, mos ma nxirë gjumin kur le të shkoj në atë botë pa ma nxirë gjumin.
e kem përjetu dhe nuk di me gëzu dhe nuk di me shmu. Kjo është ajo. Por, ju lutëm, një Shqipfolës e ka pas përmen një 4-5 ditë pa shku në atë botë, 645.000 shqiptarë janë maltretuar, burgosur dhe vrarë nga 25-ta gjerë në 85 kur shkoj ai në atë botë. 645.000. Po shkoj mas 4-5 ditë shkoj në atë botë, nuk e di pse shkoj, po e qurë. Edhe këtë nuk du të harrojmë se janë gjëra të ditura. Kur së shtonë kjo? Nga 25-a, 28-a, 54-a, 68-a, 81-a, janë gjëra që i dim bashkë, po duhet ata që din me shumë, me i shkru, edhe mos dishin fort mirë, një avdhëm këtyre që din pasaj me i shkru mirë, profesor të historisë, din me i nëreq për marak, jo me i ilustru, po me i nëreq, do që ju falenderoj shumë për këtë takim sot kush e ka organizu, unë ju falenderoj edhe për faktin që po ju takoj shumë për juve, dhe ju dëshiroj shëndet dhe punë të marrë mësional një burë se halo keni me dhonë. Ishte një segment krejt kësaj jehonet thëmë të marësit të potencoj, se kjo ma vonë ka shpërthuj si vulkan në për krejt edhe komunat tjera edhe viset shqiptare në Jugoslavi. Ne sapo ndëgjum që u bon këtu në mezën e studentave, me njerë një grup shokëshe, pastaj edhe shumë grupe, po edhe punëtorët e trepqës e tjera, dhe jemi marrë vesh që me 3 prill me bon Mitrovic. Pastaj në Ferizaj dijet e tjera, u paraprakisht si mora vesh prej atje, si isha me një organizatë Lëvizja për Shërimin Kombëtar të Kosovës, u konsultu me shok të në Prishtinë, edhe në Met që edhe në Prishtinë, edhe në Mitrovic me vazhdu kështu. Edhe krejt dëmëhon kjo jehon ka qenë qashe fuqishme sa i ka të rëndit edhe pushtetin apo pushtusin si duash mund të themi, po unë mendoj që një lëvizje e tillë që ka qenë me këtë intensitet që ka fillu kështu, është që shme thonë e jashtëzakonshme që mërna 18 vjetëve kemi fitu liri. 89, 99. Edhe së ndëgjëzojmë qatë liri. Fillimi nuk ka qenë krejt qëtu, po shpërthimi ka qenë këto. Edhe unë ju përshëdoj edhe një herë kështu si shok, si meq, si bërë rrethimtar që ja keni arrit me shpërthy këtë demonstratë kështu si kemi bërë. Faleminderit shumë. Antar të shoqatës të burgosëve politik, profesori Ram, profesori Gashi, dhe unë erdhëm më shumë që vërtet të nderojmë këtë ngjarje dhe nuk është hera parë. Kur vjen pasë ngjarje të tilla në komuna të tjera, që unë kam qenë pranishëm, po me që 2-3 kolegë insistuan që tam diçka të 2-3 gjëra të cilat më mërmenet që definojnë edhe se si duhet ta shohmi këtë ngjarje, jo vetëm sot, po pas 20 vitësh, pas 50 vitësh. Së pari, unë si historian dhe si intelektual e shoh si shpallje publike të idesë së Republikës. Natyrisht që para kësaj ka pas lëvizje, programe politike, veprimtar politik, basadem dhe shumë tjerë, por nuk ka pas asgjë që ka shpallë publikisht idenë e Republikës, sikurse pranvera e të dëvishës. Dhe mendoj që gjithë ju duhet jeni krenar se këtë realitet i cili është shpallë të të njëjtën, në fakt ne e gëzojmë sot në 2026. Së dyti është shpallja publike, së është fundi edhe i fillimit të diçka, është fundi edhe shkatrimit të Jugosllavisë. Nuk ka libër i cili trajton shpërbërjen jugoslave, as shpërbërjen e mbrojtshme jugoslave. Para se me fillu lufta në Sloveni, në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë, e cila nuk ja nis me këtë ngjarje, u përmend shtypi huaj. Shtypi huaj i kohës dhe mediat e huaja të kohës dhe gazetarët eminent si Viktor Maj e shohin si piknisje të shpërbërjes jugoslave. Së treti, ngjarjet e historisë nuk janë të izoluara. Nuk janë shpesh edhe ngjarje të cilat vetëm duhet shihen në kohë, po janë vazhdimsi. Prandaj të nisha është vazhdimsi i asaj që ka nisë në lidhjen e Prizrenit. Se natyrisht që ne jemi një kom, kemi një gjuhë, e kemi një hapësirë kombëtare,
po si shqiptarët Kosovës do të jemi krenar që në Prizren fillimisht e kemi shpallë idenë e Shqipërisë bashkullë. Po në Prishtinë, ju të dënitën, e keni shpallë gjithashtu idenë e Republikës dytë shqiptare pas 100 vjetë në pushtim, do me dhe që këtu është pesha e kësaj ngjarje të tillë, e cila ka frymëzu padyshim ushtrisë shërimtarë të Kosovës, padyshim çdo lëvizje tjetër politike dhe kombëtare e cila ka ndodhur në Kosovë dhe e cila realisht është një ngjarje që i ndan epokat. Se ideja e shklirimit nuk matet vetëm me atë kur ndodh një realitet politik. Shklirimi i individit fillon një herë kokën e tij, do më dhe që secili prej jush do të jeni krenar, sikur se ne jemi krenar, s'u kam qenë atë kohë klasën e 5 e 6, po baba ma ka lënë një emër dhe mbi emër të cilën dhe matutje e ndëroj që folë këtë shumë edhe për orientimin tim, e vazhjim që e ka pas që e ka pas me jem, ka mbet edhe mu. Si tjilë, se nuk ka që ja kam ndru ndë një herë, po nuk ka që ja kam ndru ndë një herë, qatë frim dhe qatë lëvizje jemi, po veç që mu përmend emrin, 2-3 herë do e vetëm që ngritem kam dhe të tëmë 2-3 fjali. Natyrisht që sot është pashtu e vështirë për neve në marsin, me 11 mars të 2026-ës, ta kemë vërtet edhe matutjen e borë Basin Jakub, si shok dhe kolegi juaj, ta kemë në borë këtë presidentin Taçi, kryetarin Veseli, Recep Selimin, të cilët mbi gjitha bashkë me kontributin e juaj janë themelet e kësaj lirie dhe pavarësie të cilën na po gëzojmë. Unë pajtohem që ju do të duhej në talmen të bani edhe një konferencë tjetër, se ngjarjet historike vazhdimisht duhet të studiohen, edhe matutje për lidhjet Prizrenit majmë kombëtesa e vrojtime shkencore, matutje edhe për Skënderbeun mbledhmi, matutje mbledhmi edhe për Ileret. Kështu që kur do që ju mërmenet që duhet të mbani një ngjarje të tillë, na si Departamenti i Historisë jemi të gatshëm bashkë me kolegë tjerë që ta japim kontributin ton, se aja se çfarë u tha këtu dhe aja se çfarë keni thënë në konferenca tjera, mendoj që duhet të shkruhet, duhet të plotësohet dhe duhet të jetë fundament i një vendit i cili është i lirë dhe i pavarur. Dhe një gjë, në fund po tham krejt, si dikush i cili ka ra gjatë me qenë ministër jashtëm, kam pa popull tjerë që kanë luftu për liri, kam pa popull tjerë që në gjeografi evropiane dhe jashtë evropiane, që luftojnë edhe sot e kësaj dite për liri, që janë vjetër posa na, që kanë pas drejta posa na, dhe që kanë pas ideale poshtë të nda, ju duhet jeni krenar që atë ideal që kemi shpallë në pranverën e të Tenitës, e gëzon se cili për nesh në Kosovë. Faleminderit shumë. Januze, njëri për organizatorëve të demonstratave të vitit 1981. Çfarë kujtime keni prej atyre demonstratave? Janë ditët më të fuqishme të një shpirti revolucionar, siç është shpirti i studentëve, ato nuk harrohen asnjëherë. Është një ngritje e vetdijes së kombit ton për të drejtat tona, për barazi në një federat që dorën zemër na ka pushtuar gjatë dhe nuk kemi dashur ta pranojmë atë pushtim dhe atë nënshtrim. Dhe kemi reaguar që të jemi edhe ne të barabartë si të gjithë popujt të tjerë. Po, në cilën datë ja arrestuti? Unë jam burgosur me 14 korrekt të vitit 1981. Sa rëndësishme ishte ajo pranverë për rrugën drejt lirisë së Kosovës? Aty është bërë thyrja dhe ndarja e një fryme që populli shqiptar mund ta ketë të ardhmen në Jugosllavi, është shfaqur një e drejtë e jonja dhe është parë që e ardhmja nuk është nën pushtet jugoslav, por e ardhmja është në lirinë tonë dhe ngjarjet e më të tjeshme. Historia ka treguar që kërkesat kanë qenë të drejta dhe kur një popull i ka kërkesat e drejta për liri, nuk ka kush që mund t'ia cungojë ato. A kishit pak a shumë parasysh çfarë rreziku morët përsipër të e ditë çfarë protesta janë ato?
Jo, shpirti i studentit, shpirti revolucionar nuk llogarit as në pasoja, ai e shfaq dhe përballet me të padrejta dhe është në gjendje që deri në fund të shkojë. A mendoni se brizat e rinj tash e njohin ndoshta historinë e vitit 1981 dhe ato protesta? Nuk e besoj që janë të njohur me të gjitha ato vërmëndari, ato ngjarje, ato data historike, për një pjesë ndoshta i nje, po jo shumica nuk besoj që janë të njohur me ato. Nuk kemi besuar që do të arrimin atëherë kur i kemi filluar të protesta, demonstrata, do të arrim deri te një shtet i pavarur. Tash jetojmë në Republikën tonë të pavarur dhe besoj që ideali më i madh është ideali i lirisë. Kështu që të tjerat e kanë vendin e tyre, për nuk e çojnë atë peshë. Kështu që liria është ajo mbi të gjitha. Dhe ne jemi me ato ideale që i kemi pasur, jemi të arritur. A ka ndoshta një rast që të kujtohet kështu pak më freskët që e ki prej atyne ditëve? Qoftë në Burg ose qoftë gjatë demonstratave? Jo, jeta e Burgut është diçka tjetër që mund të rrëfehet gjatë, për që është diçka personale, por diçka që është prekse është që në demonstratat e dyta të studentëve me 26 mars të vitit 1981, një njësi e milicisë atëshme federale ka reaguar tamam brutalisht. Ka ndodhur një masakër shumë e të mërshme në konviktin numër 4 të studentëve, dhe ajo nuk është, shumë pak është e përfolur ajo, dhe unë nuk mund ta heq prej mendjes atë, sepse e kom parë prej konviktit tjetër, prej konviktit numër 2 e kom përcjell atë masakër se si ka ndërhyr njësia federale, njësia speciale e milicisë federale të Jugosllavisë. Nuk e ka lënë asnjërin, as vajzë, as djalë, student, pa e keqtrajtuar brutalisht. Ka qenë një ndërhyrje barbare, të cilën vetëm studentët e atëhershëm e dinë dhe kush ka arritur ta shoh prej banesave që janë aty afër. Ajo më ka mbetur edhe sa e bisedoj me kthej këtë kujtesë. Une jam Kadri Kryzio, njëri prej organizatorëve të demonstratave 81. Çfarë kujtimesh keni nga ato demonstrata? Ato kanë qenë demonstrata studentëve, të cilët e konsiderojmë demonstratat më të rëndësishme për historinë e popullit shqiptar, sepse e kemi dërmu Jugosllavinë. Atëherë ka qenë Tito, ne kemi bën demonstrata, Jugosllavia është konsideruar si një shtet demokratik, por i ka shkel të drejtë dhe liritë e shqiptarëve dhe ne jemi ngritur ta ngrisim prej krahinës, statusin krahinës në statusin e Republikës. Çfarë rreziku morët përsipër ose a ishit ndjeni që jeni të e marrë tërat rrezik të e ditë që në çfarë protesta? Shumë rreziku i madh ka qenë, se ka qenë komunizëm, atëherë edhe kemi ditë parafërsisht sa kemi dënu, unë jam dënu 10 vjet. Burg, edhe jam liru nga Burgu në vitet 90, kur u shprish Jugoslavia, pastaj pas Burgut edhe 4 herë kam qenë Burg. Çfarë ndjeni ka qenë kur jeni liru edhe keni pa që Kosova në Kanë qenë ndjenë se ne ishëm në Burg të izolum, po atëherë Kosova ka qenë Burg kolektiv. Nështë një moment që të kujtohet gjatë atyre ditëve pak nështë ma i vështirë ose... Jo, moment ma i vështirë për studentat, se kur kemi fillu me 350, edhe ka qenë një farparole e kryu ma aty për aty kush nuk bashkohet të tradhtar. Tani mi bon 1.000, 10.000 e kështë në radhë. Apo kujtohet nështë prej brezave të ri, ajo kotash, ose ku përqëndrojnë? Po për këtë çështje nuk duhet me fol personazhet, por duhet me fol brezat, se këtë vrimtaria ime dhe shokëve të mi ka qenë për breza, për armërinë e Kosovës. Unë jam Dzënqeta nga Komunia e Stogut, kuptohet pjesëmarrës me 11, me 25, 26, 1 prill, me 2 prill dhe 1 plagos para menzes, ku po bëhet memoriali tash. Po që shikojtani demonstratat e vitit 1980? Po i kemi përkujtu disa herë, kemi bërë disa konferenca shkencore, në ka dok pak e kemi vazhdu dhe të dytën, për ata sot në takim, thash këto konferenca shkencore, më mujtë mi vazhdu prap që më voku diçka që nuk i kemi thonë ato konferenca shkencore. Se nuk ka vlerë na, ato që kemi thonë me një hemazdari të Burgut, edhe sot ka zvite liri,
e mas më nëzirë gjonat të reja, që ne, jo që përbojmë ne historinë, po e mendojmë që i ndihmojmë hulumtusit për me nëzirë vendin e duhur në histori. Pak i merë për ati, pak për aty, ku i kemi kontradiktore, një graduale, hulumtusi i mirë fillt e gjonë vetë. Diku shkon e i përbobilizon, tjetëri shkon e qëtë në ka mytë kjo unë. Dalën është të gjithë bashkë. Tash më të parkujtu për 11 marsin, e kom edhe të filmume, edhe të postume, edhe krejt, ne mund të përkujtu, sot po ta përshtypjen, kem ka shëndrujmë ne konferencë shkencore, nuk e kishtë kuptimin ashtu. Që unë këtu para juve për flasë, edhe me voku të 80-ritën, asë janë të ngarkura, sa më do këtë për e të praj. E për ata, unë si prezentim të thash, i 11 marsit, i 25, 26 marsit, i 1 edhe 2 prillit, kërë në plagos, plus se kemë vazhdu, ku në ka shpërnda, kajtë që anda studentja ka në qelsin, ajo pat ata në bon me qëllim për më në shpërnda për në ndihmun, se ku në shpërndan, dhe më nësrota u shpërndan në krejtë Kosovë, se ku në njeken për qendë studentve, se cili shkojnë për komunët e veta, edhe pasaj fillu në për gjithë komune protestat. Pushteti, në vend që me në lonë që aty dhe nuk jemi në tjetë komune, duke në mbyllë qendër e studentve, u shpërndan në krejtë Kosovë. Pasaj jam edhe në istogatja që ku më kanë unë që i plagosën, ku kanë do të studentve e të istogut, nuk kanë i plagosën. A të regon pak në gjaren që shka ndodhë kër i plagosë? Po, kër jemi plagosë, tash kish kalu një prilli që u mbledhëm gjithë në qendër. Edhe na shpërndon me lëtësirëse. Edhe nuk kemi flenë banesat natë, jemi dalën për fusha. Në mëngjes kemi organizu me dalë e me bo prapë me në studentve, e kemi fillu, jemi bo, të rotë të poshtë, ndulën tashti, nuk dulën policia shqiptare, po dulën njësia speciale që kishtarë me helikopter, nga Beogradi. Dhe ata vetëm kanë dhënë ultimatum. I keni kaq minuta që s'largoni në intervenojmë. Edhe unë u tregova thash në dëgjo, unë këtë po e du, çka intervenon, ta mën kanë fillu. Nuk e shi pari për t'u largu se ultimatum u largu. Veç kërë kom po, në balë për balë me ta, si më këthuj, ma kanë shuplumin. Se ju thash, që si pidu, balë për balë me ju. Ata zaharu revoltun, edhe, se shumë ofuar tanë që e koni shpije Deli Basheshve, kanë gjujt për i shpis, i shkona i shërbimit atëhere. Thanë zuni u plagos, jo, mund ka plagos në nësia speciale, balë për balë. E shpija Deli Basheshve ka qenë dikun përmi 1.000 metra në helt atje. Tu shtype polici, dojsha me thuj kordonin e policisë, thonë të vërtetën tash, dikur thot pje bënë fushat, po policin të e theshin. O të rgojshin ma bote, dikur njoni më ka thonë, esni, kaloni, me këta të erën specialca, me helikopteri prunë. Ata veç ultimatum, nëse jo plëm. A e keni pas parasysh në shta qëfar rreziku jeni të hija jo? Po. Ndoshta me që zeshim me bon protest të dhënshme, nështë në fillimisht kemi ndu që na përshkojmë njërë paqësore, po na detyroj pushteti me intervenimin, që e bonin e neve atë më konë pak me dhënshme. Edhe plumi nuk këm pasu nevoj me marë. Kështu tash ku marë? Kur je burgoste? Jëm një ndër 21 studentat, që i njefë në nështë pak, me Aliloj që në sumi nga një kodë që tonë në qatë grupi jam. Unë në 13, ata disoj kanë morë 15. Pasaj, pas hetuesis, 6 muaj, që është historie përshkruar, në kanë bëhe urdhër nga federata, më në shpërnda dhe për gjitha republikat, se është rrezik me sistemu në një. Cilin burg ke qenë? Mund kanë transferu prej këtuhit, në kanë lidhë nga 2 vetë, në është në autobus, me autobus në është në Sloveni, në kanë alë në CZ, thojnë burgu qëndror, me honë nga i pashtet, ka hora gjysë menons gati. E kemi më rri grasa bajt në Sloveni, ku e me shku në anëprejt mirë, supa, het, gjellë në të, jemi sistemue, atëre në Ljublani ku mbajt 5 vjetë, ndodhe një incident me një gardian, aty më transferu në Kopër, të nësi pej Kopërit me marvesh dhe qka ata, nuk e dim që unë Nova Goric, më kanë këthy në Kopër tek në fund të nëntës, jem liru. Falem për juve.